Louise Haley dhuron 100.000 euro në një lëvizje që ka habitur të gjithë komunitetin e ndjekësve të Big Brother Albania. Louise Haley, fituesi legjendar i edicionit të dytë të Big Brother, ka njoftuar një vendim të jetë fisnik edhe bujar. I konsideruar tashmë si mbreti Big Brother, Louise ka vendosur të kthejë një pjesë të madhe të mirëqenies së tij tek fansat që e kanë mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit të tij, duke dhuruar një shumë arramëndse prej 100.000 eurosh. Ky gest i jashtëzakonshëm bamirësie vjen si një formë mirënjohjeje dhe falënderimi për mbështetjen e pakushtozuar që Louise ka marrë nga fansat e tij besnik. Në deklaratën e tij emocionuese, Louise theksoi se suksesi i tij pa precedent nuk do të ishte i mundur pa dashurinë dhe mbështetjen e ndjekësve të tij. Gjithçka që kam arritur deri më sot, nga eksperienca transformuese në Big Brother e deri te karriera ime sotme, është fryti i dashurisë dhe mbështetjes së fansave të mi. Ata ishin aty për mua në çdo moment, duke më votuar, duke më mbrojtur dhe duke besuar tek unë, edhe kur askush tjetër nuk e bënte. Këto 100.000 euro janë thjesht një shenjë e vogël falënderimi për gjithçka që ata kanë bërë për mua, u shpreh Louise gjatë njoftimit të tij. Louise ka theksuar se jeta e tij ka ndryshuar në mënyrë drastike pas pjesëmarrjes në Big Brother. Përveç mundësive të reja financiare dhe karrierës së suksesshme, ai gjeti dhe dashurinë e jetës së tij gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme, një marrëdhënie që më vonë u kurorëzua me martesë dhe lindjen e një vajze të bukur. Big Brother nuk ishte thjesht një program për mua, por një pikë kthese në jetën time. Atje jo vetëm që arrita të ndryshoj situatën time financiare, por gjeta edhe dashurinë e jetës sime, dhe tani kemi krijuar një familje të mrekullueshme. Të gjitha këto nuk do të ishin realitet pa mbështetjen e fansave, dhe për këtë arsye unë ndjej detyrimin moral për të ndarë suksesin tim me ta, shtoi Louise. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.